lexoj dhe dëgjoj që procesi negociatave nuk qënë nga proces negociatave, por qënë nga një proces ku ne marrim urdhra dhe zbatojmë urdhrat dhe asgjë tjetër. Këto i thonë njerëz që nuk kanë idenë se çfarë është procesi negociatave, ndërkohë që procesi negociatave është vërtet një proces negociatash për gjëra të cilat ne na duhet pak më shumë kohë. Dhe një nga gjërat për cilat ne na duhet pak më shumë kohë është pikërisht ajo që lidhet me këtë fushë, me fushën e sigurisë ushqimore. Dhe për këtë arsye, ne dhe Komisioni Evropian negociojmë për një shtyrje përtej momentit të antarësimit të afateve kur standardet do duhet jenë 100% ashtu siç i thot legjislacioni evropian, për 100% të gjitha atyre që janë përfshirë në sektorin e bujqësisë. Por ama edhe duke marrë në konsiderat faktin që ne mund t'ja dalim të negociojmë një 5 vjet plus, që do të donte të thoshte nga sot në 2035, në rast se në 2030 do të jemi antar, kjo është një kohë shumë e shkurtër për t'u përgatitur. Bashkimi Evropian, siç e dini, ka sjellë përmes komisionit një përfaqësi ekspertësh që kanë parë pikat e prodhimit, të grumbullimit, të aktiviteteve që lidhen me produktet shtazore dhe nën produktet e tyre.